2 ditë më parë në fshatin Strelc të Maliqit, një banesur përfshi nga flakët duke u shkrumbuar totalisht. Sipas policisë, shkaku i zjarrit dyshohet të ketë qenë një shkëndijë elektrike. Familja Zito e përbër nga kryefamiljari Sazan Zito dhe 3 fëmijët e tij, të cilët jetonin në këtë shtëpi pas ndarjes së tij nga bashkëshortja dhe së bashku me nënën e moshuar, kanë mbetur tashmë në qiell të hapur pas kësaj fatkeqësie. Fatmirësisht nuk ka pasur dëme në njerëz, por i zoti i shtëpisë rrëfen momentin e trisht kur pa banesën duke u shkrumbuar ndërsa ai njoftonte policinë. Ai shpreh se ndërhyrja ishte e pamundur pasi gjithçka po digjej para syve të tij. Erdha nga ora 1:30, rreth orës 1:30 nuk e kam iden se ç'të cënuar, isha i mërzitur ku vi aty sa mi fshat lart, fshati Strelc. Aty quhet mund të bregu në një malore të madh 100 mijë përpjet. Kur shikoj, dilte flaka tym i madh shumë. Zura kokën me dorë. Për momentin u tensionova, më dora telefonin nga xhepi dhe njoftova policin direkt. Policia më tha që i njofto zjarr fiksen. I thash, jam i stresuar shumë, edhe nuk e marr dot policin në telefon, thash, po merre ashtu zjarr fiksen, po merreni juve. Dakord, mbase asaj ja fut me vrap që atje poshtë, vi këtu shtë shikonje, kishte mbaruar çdo gjë, kishin vënë flakën që nga kasova, që nga poshtë. Edhe kishte marrë komplet që aty në fund kasovës ja kishin vënë flakën, ishte djegur komplet, tëra Zairia, këtea e baza dushimore për lopte të tëra, materiale që kishte, bidona e mekania, trokoje, trapane, që ishin tëra gjëra komplete, tëra ishin bërë shkrum, tëra asgjë për gjë, se nuk shpëtova dot. Kur erdha unë këtu zura kokën me dorë të shikonje, nuk shuja dot asgjë. Kishte marrë përpjekje dhe shtëpia komplet. Sazan Zito hedh dyshime se zjarri nuk ka qenë aksidental, ndërkohë që përveç banesës janë djegur edhe veglat e punës dhe rezervat ushqimore për bagëtit. Kjo është me qëllim, nuk është pa qëllim. Se është e vend që poshtë ja kishin vënë përpara kasosës, nuk ja kishin vënë shtëpisë, nuk ka rënë as nga korrenti, as nga gjepërgjaja, se një pjesë e stifikojnë nga korrenti, nuk është nga korrenti kjo. Kjo është me qëllim. Gjetën rastin e çfryzuar, se s'kishte asnjë shtëpia. Erë më qef, këtu është mal, është majtë Strelcës, edhe ikën fshehura, ta atje përpjet në përdushjet të në për këto ferat, edhe nuk i pa asnjëri, se kush e bëre veprim. Pas ngjarjes së rënda ai ka bërë apel për ndihmë duke theksuar se familja e tij prej 5 antarësh ndodhet në një situatë tepër të vështirë, pas trembi kokë dhe në prag të stinës së shirave e temperaturave të ulta. Nga komunikimi me Bashkinë Maliq, kjo e fundit shprehet se do të merren masat e nevojshme për t'i ardhur në ndihmë kësaj familje. Përkohësisht është menduar që familja Zito të strehohet në ambulancën e fshatit derisa bashkia të rindërtoj banesën, ndërsa nuk do të mungojnë as paketat ushqimore.